Ekipi Greplant është një ekip solid, është i fortë. Pra kemi kundërshtar direkt. Në përballje direkte dihet tash jemi barazu me fitore. Jemi 2-2, ku ata kanë fitu Kupën e Kosovës. Po gjë që synimi ju nuk kanë play-offi dhe aty jemi mirë, pra e fitum lojën e parë atje, po besoj dhe shpresoj që edhe jam i bindur që kena fitu edhe lojën e dytë, pra në Obelisk dhe me vazhdu historia që sigur vjet dhe si vjet me 2 lojë me kry play-offin dhe me vazhdu festin. Edhe lojtarët janë të përgatitur për u përballë me këtë ndeshje, edhe po besoj që nestra sikur se vitin e kaluar në ligën e dytë që kemi qenë, do i ngrejmë kupën në qytetin tonë, edhe do të vazhdoj festa edhe do të inkuadrohemi tamam në Super League, ku ka qenë qëllimi jon kryesor prej themelimit të klubit ose të ekipit të senjorëve.